Ministri i Punët e Jashtme i Serbisë Marko Đurić ka takuar me ministrin e Punët e Jashtme të Austrisë Beat Meinel Reisinger, të cilës i tha se është shumë e rëndësishme për Serbinë që të respektohen të drejtat e popullit serb në Kosovë dhe të formohet asociacioni i komunave serbe. Siç deklaroi ai pas takimit, Serbia beson se marrëveshjet, disa prej të cilave u arritën më shumë se 10 vjet më parë, duhet të zbatohen dhe në këtë fushë mbetet fuqimisht i vendosur të mbështesë procesin e dialogut. Nga ana tjetër, Serbia këngul në mbrojtjen e të drejtave kolektive të serbëve dhe popujve të tjerë në territorin e Kosovës, theksoi Đurić. Komisionera për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos sot dhe nesër ndodhet për një vizitë zyrtare në Serbi, gjatë së cilës do të takohet me presidentin Aleksandar Vučić, kryeministrin Đuro Macut, ministrat Marko Đurić dhe Nemanja Starović dhe kryetaren e Kuvendit Ana Brnabić. Në një intervistë e djeshme për Radio Europën e Lirë, Marta Kos deklaroi se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është një parakush që Kosova të marrë statusin e vendit kandidat dhe se sheh vizitën e saj në Beograd si një përpjekje të madhe për të rikthyer Serbinë në rrugën europiane. Presidenti Aleksandar Vučić tha në mëngjes se shpreson për pak më shumë objektivitet nga njerëzit e Brukselit dhe nuk pret asgjë nga takimi me Marta Kos. Kuvendi i Kosovës dështoi edhe një herë të zgjedhë kryetarin e mbledhjen e nënt, kështu që seanca konstitutive që filloi me 15 prill u ndërprej për 8 herë dhe vazhdimi është saktuar për pasnesër. Albolena Haxhiu është ende kandidate e vetëvendosjes, pavarësisht se deri me tani nuk ka arritur të marrë 61 votat e nevojshme 5 herë. Sot 54 deputet votuan pro, 44 kundër dhe 3 abstenuan. Albolena Haxhiu tha pas seancës se pret që opozita të mendoj për zgjedhjet e saj dhe se kolegu i saj i partisë Sekuran Morati pohon se midis deputetëve të opozitës ka nga ata si shtotaj tregojnë gatishmëri për të zhbllokuar kuvendin. Pas dështimit të tetë për të konstituimin e kuvendit të Kosovës, Bek Berisha nga Aleanca për Admerinë e Kosovës kërkoi ndërhyrjen e ndihmën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke shtuar se ato janë qartësisht e paaftë ta zgjidhin situatën aktuale politike të vetëm. Po i kërkojmë kryetarit të Bashkisë e Prishtinës përparim Ramës që njëri prej sheshëve të Prishtinës t'i vihet emri i presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump, në mënyrë që administrata e tij të përfshihet dhe të na ndihmojë të gjejmë një rrugdalje nga kjo situata. Berisha. Në Prishtinë ekziston tashmë një bulevard me emrin Bill Clinton, si edhe sheshi George Bush, i cili është aktualisht në rindërtim. Analisti politik Astrid Gashi thot se askush nuk ka interes politik për të shkuar në zgjedhje, përse kjo po përdoret si justifikim për të vonuar konstituimin e parlamentit të Kosovës. Gashi shton se edhe një koalicion i mundshëm i vetëvendosjes dhe nismes nuk do ta zgjidhte problemin se së bashku nuk kanë 60 deputet. Ai beson se nëse do të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme, votuesit nuk do të votojnë. Analisti Ylli Hoxha beson se zgjedhjet nuk do të ishin zgjidhja e krizës politike në Kosovë, por se nevojitet një kompromis, një ndryshim prej 2 deri në 3% që mund të ndodhë në zgjedhje është e pamjaftueshme, tha Hoxha. Helena Ivanov, bashkëpunëtore kërkimore në Institutin Amerikan Henry Jackson, tha për Kosova Online se Kosova do të jetë në pushim në Bashkimin Evropian për fshirë fondet nga plani i rritjes derisa të formohet kuvendi dhe qeveria e qëndrueshme. Derisa të zgjidhet kjo krizë, marrëdhëniet midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian nuk do të funksionojnë normalisht, tha Helena Ivanov. Dimitri Emilish nga organizata Rruga e Tretë e Re vlerëson se vonesa në pagesën e këstit të parë nga plani i rritjes mund të interpretohet si pasojë e krizës institucionale, por se në fakt është pasojë e politikës së deri tashme të kryeministit Kurti. Për shkak të mos formimit të institucioneve dhe ratifikimit jo të plotë të marrëveshjes me Bashkimin Evropian për fondet nga plani i rritjes, Kosova humb 3 milion euro në ditë, thot presidenti i Aleancës së bizneseve të Kosovës Agim Shahini,
dhe thekson se vendimin përfundimtar për të shkuar në zgjedhje Kosova rrezikon të humbë gjithçka. Në Serbi të mërkurën me 30 prill moti do të jetë kryesisht me diell dhe ngrohtë, ndërsa pasdite pritet zhvillimi i dobët dhe mesatar i vranësirave, gjatë ditës do të fryerë dobët dhe mesatare nga veriu. Temperatura më ulët e mëngjesit do të jetë vetëm 2, ndërsa më e larta ditës do të arrijë deri në 27 gradë Celsius.